Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të gjitha falenderimet, lavdrimet, madhërimet i takojnë Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa, mbi shokët, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e drejtë deri në përfundimin e kësaj bote. Vëllezër të respektuar, njeriu gjatë ditës i folën prej 12.000 deri në 17.000 fjalë. E sa përqind prej këtyre fjalëve janë përmendje të Zotit xhaleshanuhu. Ajo që na bën dobi në këtë edhe në botën tjetër është kur goja jonë është e lagët me përmendjen e Zotit xhaleshanuhu dhe kur ne i motivojmë tjerët që të veprojmë punë të mira dhe të largohen nga veprat e këqija. Na ndodh shpesh që të qëndrojmë nëpër kuvende të ndryshme duke biseduar e duke u marrë me gjaja po ndonjëherë edhe të kota. A pejgamberi alayhi selam me një hadis të tij thotë, nëse me një mexhlis nuk përmendet Zoti xhaleshanuhu, Allahu i madhruar ose e dënon atë kuvend, ata njerëz në atë mexhlis, ose u afal atyre. Prandaj të bëjmë pyetje vetes tonë se sa herë na për mexhlise e përmendim Zotin e madhruar, sa i stimulojmë tjerët, sa i motivojmë tjerët, sa i shtyjmë tjerët, duke qenë ne sebeb që ato ta përmendin Allahun xhaleshanuhu. Besimtari i sinqert e ka parasysh fjalën e pejgamberit alayhi selam: Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kush beson Allahun dhe ditën e mbram, le të folje drejt ose në të kundërtën le të hesht, nga se për fjalët të cilat nuk janë të dobishme për ne dhe për tjerët, fjalët të cilat janë në dëmin tonë në këtë dhe në botën tjetër, padyshim se na bëjnë dëm të madh, si nga aspekti shpirtëror, po gjithashtu edhe nga aspekti fizik. Prandaj Muhamedi alayhi selam, duke e marrë parasysh vlerën e këtij adhurimi që ne folim sonte, thot përmendja Zotin e madhruar në çdo ose para çdo guri dhe druri. Të nderuar besimtar, sikur të na thonte dikush se filan vendi para një guri ose nën gur, edhe ke filan pema, ekzistojnë një sumë të konsiderueshme të paras, çfarë mendoni se do të bënim ne? A thua do të qëndronim duar kryq, duke mos na interesuar pasuria që është e mshehur në filan vendi? Secili prej nesh do të kishte pasur dëshirë të shkojë dhe të gropoje në atë vend, duke e imagjinuar dhe duke e llogaritur se nëse është e filan vendi ose ky vend që unë mendoj se ka para, do të bëhem milioner. Kjo çdo njëri prej nesh e mendon. Kam dëgjuar shumë njerëz që kanë pas harta të ndryshme dhe kanë shkuar nëpër male duke gërmuar. Malet që të gjejnë flori, të gjejnë ar, pasuri dhe kështu me radhë. E Muhamedi alayhi selam na kujton se pasuria më e madhe për ti o vëlla është kur çdo herë, në çdo kohë, para çdo objekti, para çdo peme, para çdo guri, përmendje Zotin xhaleshanuhu, nga se kjo është një thesar prej thesareve të botës tjetër. Të nderuar besimtar, mëram ne u munduam në disa pika të shkurtra të folim për vlerën e përmendjes së Allahu xhaleshanuhu dhe për vlerën e estaghfirullahit. Pra, estaghfirullahi është një fjalë përmes të cilës ne shkarkohemi nga mëkatet dhe gabimet e ditës. Prandaj jo rastësisht shumë dietar islam dhikrin e parë që e përmendin
ose që i stimulojnë tjerët për ta përmendur Allahun xhalleshanu është fjala astaghfirullah, nga se kur shkarkohesh nga mëkatet dhe gabimet e ditës, trupi është më i lehtë. Dhikri i ditë me të cilën Muhamedi alayhi salam e përmendte Allahun e madhruar ishte fjala subhanallah. Kuptimi i kësaj fjale është e pastroj Zotin e madhruar nga çdo emet, nga çdo noksanllëk që e thuan tjerët, edhe ndoshta mund të mbijë në mendjen time. Vetë kjo fjalë, vetë përkthimi i kësaj fjale neve na bën me dije se sa shpërblimi i madh është nga kjo fjalë. Pra fjala subhanallah. Përmes fjalës subhanallah besimtari e përjeton madhështinë e Zotit xhalleshanuhu. E çfarë vlere ka kjo fjalë? Pejgamberi i Zotit i pyet sahabët e tij duke u thënë: a e dini se çfarë është vlera e fjalës subhanallah? Shokët tuan, o i dashur i Allahut, na mëso se çfarë vlere ka kjo fjalë? E ai thot: të thuash 100 herë në ditë subhanallah, Allahu i madhruar të shkruan 1000 sevape edhe të largon 1000 gjinahe. Thot, përmes 2-3 minutave, përmes këtij dhikri, ne arrim të fitojmë sevape të majme edhe të shkarkohemi nga mëkatet e bara. Prandaj, fjala subhanallahi ve bihamd, subhanallah, ka pas rëndësi të posaçme tek Muhamedi dhe tek shokët e tij, e goja e tyre ka qenë e lagët me fjalën subhanallah. Përmendja tjetër, përmes të cilës ne do të afrohemi ka Allahu xhalleshanuhu dhe do të përjetojmë madhështinë e Zotit xhalleshanuhu, e do të na pastrohet zemra ime nga çdo emet, nga çdo gjë negative, është fjala subhanallahi ve bihamdihi. Pra dhikri i tretë me të cilën pejgamberi alayhi salam e përmendte Zotin e madhruar ishte fjala e lartë përmendur. Fjala subhanallahi ve bihamdihi do të thotë i patameta është Allahu i madhruar dhe vetëm ata e falenderojmë. Imagjinoj, nderuar i vëlla, nëse jeta jonë është e mbushur me këtë fjalë. Wallahi, kjo fjalë na afron afër xhennetit, afër kënaqësisë së Zotit xhalleshanuhu. Përmes kësaj fjale, njeriu i largon mendimet negative dhe e lidh zemrën e tij me krijuesin absolut dhe me botën tjetër. E çfarë vlere ka? Nga se Muhamedi alayhi salam, po edhe Kurani Azimushan të nderuar besimtar, për çdo vepër të mirë na tregon shpërblimin që të na shtije që pak më shpesh ta bëjmë atë vepër, me qëllim që të arrijmë sevapet që na premton Zoti xhalleshanuhu përmes të dërguarit të tij. Thot i dashur i Allahut: men qale subhanallahi ve bihamdihi buriset lehu nakhlatun fil jannah. Kush e thot këtë fjalë, pra kush i përkushtohet Allahu xhalleshanuhu përmes këtij adhurimi, thot Muhamedi alayhi salam, këtij njeriu i mbjellet më palme në xhennet. E thot pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, një dru në xhennet, një kalorës nuk mund ta kaloje për 500 vite. E me pak fjalë, me pak mund, me pak kontribut, arrin që ta fitosh këtë shpërblim të madh. Me një hadis tjetër, i dashuri i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: men qale fil yawmi 100 marratin subhanallahi ve bihamdihi khuttat khatayahu walau kana mithlu zabadul bahri. Kush thot 100 herë në ditë subhanallahi ve bihamdihi, atij njeriut i fshihen mëkatet, par edhe nëse ka mëkate sa shkume e detit.
Do të thotë, nëse ne e praktikojmë këtë adhurim, nëse ne e themi këtë fjalë, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam na premton faljen e mëkateve. A nuk është një privilegj? A nuk është një kënaqësi që ne në veçanti në këtë muaj të bekuar ta madhrojmë Zotin xhaleshanuhu përmes kësaj fjale? Po vallahi është privilegj i madh, kënaqësi e madhe, por paraprakisht duhet të largojmë nefsin dhe citjet e shejtanit që të jemi të qetë me ose në hijen e kësaj fjale madhështore, pra fjale subhanallahi ve bihamdihi. Dhikrin e fundit që do të përmbylli inshallah këtë ligjerat modesta është fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili thotë: kelimetani khafifetani ala lisan, thaqiletani fil mizan, habibetani ila rrahman, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi al-azim. Janë di fjali të lehta për të shqiptuar. Dëshira jonë është të vëmë një punë që të arrijmë shumë, që mos ngarkohemi me një punë të rëndë. E kjo është një dhikr që Muhamedi alayhis salam na tregon që është e lehtë për gjuhën. Secili prej nesh mund të thosë subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi al-azim. Thaqiletani fil mizan, është e lehtë për gjuhën, ama është e rëndë në kantar ditën e Kiametit. Habibetani ila rrahman, janë të dashura për mëshiruesin, për Allahun e madhruar. Pra me pak mund, me pak kontribut, ne arrijmë që ta kënaqim Zotin xhaleshanuhu. Ne arrijmë të mbushim kantarin e veprave të mira në ditën e llogaridhënies përmes kësaj fjale, dhe kjo fjalë na vjen e lehtë për gjuhën tonë. Nuk është e rëndë. Të nderuar besimtar, nëse në ditën e llogaridhënies, në ditën e Kiametit, veprat tona të mira janë më të pakta se sa veprat e këqija, atëherë kjo fjalë bën dobi shumë. E keni dëgjuar hadisin e Muhamedit alayhis salam, ku i dashuri Allahu sallallahu alaihi wasallam na thot: ndodh që njeriu në ditën e Kiametit, kantari i veprave të mira të jetë më i pakët se sa i veprave të këqija. Edhe njeriu do të ketë nevojë për një sevap. Shkon ke shokët, shkon ke baba dhe ke nana, por askush nuk merr guximin të japë sevap e të shpëtoje, respektivisht ta shpëtoje djalin ose shokun e tij. Baba dhe nana thot: endeu e vladi jem, s'kam përfunduar me llogaridhënien, prandaj nuk mund të t'jap nga sevapet e mia. E kjo fjalë, nderuar i vëlla, e randon peshoren e veprave të mira, e na afron ke Zoti xhaleshanuhu, e na bën jetën përgjithësi të lumtur. Prandaj të mundohena në këtë Ramazan, në këto ditë të Ramazanit, ta mbushim peshoren e veprave të mira edhe me fjalët subhanallah, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Faleminderit për dëgjimin, Zoti ju shpërblet.